Aroma e ushqimit të ngrohtë e mbushja e tryezave që vetë ju po shihni mbrapa me tregon se koha e iftarit po afrohet. E kush po e shtron këtë iftar kaq të shijshëm në këtë muaj të Ramazanit, do e shihni në minutat në vazhdim. Produktet e shijshme dhe cilësore të Podravka kanë qenë prej vitesh pjesë e tryezave të shumë familjeve, duke sjellë shije dhe traditë. E përnder të muajit të Ramazanit, Podravka edhe këtë vit ka shtruar iftar për komunitete të ndryshme të shoqërisë sonë, duke e bërë këtë aktivitet traditë për 9 vite me radhë. Unë besu që tani jena vitin e 9 të realizimit të këtij eventit që e bëjmë për çdo Ramazan në Prishtinë, ku Podravka çdo vit ka qenë përkrahas i komunitetit të pensionistëve dhe komunitetet tjera, edhe ka arritur që me produktet e Podravkës me shtru një drek për Ramazan, për iftar, edhe çdo vit e kemi bërë në vite të ndryshme, lokacione të ndryshme. Kemi filluar prej Fontanës në 2018 te Kulpiana, edhe kemi vazhduar vit pas viti në vende të ndryshme, pra idea e Base Agency që na jemi edhe agencioni i Podravkës për marketing, mendojmë gjithmonë me pru një risi për gjithë komunitetin ton kur vjen puna te iftari me shku në lokacione të ndryshme. Këtë vit jemi në Albi Mall që na kanë mundsuar ta organizojmë eventin e Podravkës. Siç po shohim, këtu kemi diku rreth 120 persona dhe kemi këtë vit, pra për vitin e 9 kemi bërë një ndryshim, kemi fshtu ekstra edhe disa komunitete të tjera, siç është minatorët që punojnë vazhdimisht për Kosovën, kemi zjarfikset e Prishtinës, kemi trafikin urban, edhe kemi pjesën e komunitetet tjetër që thjesht janë pjesë e jona e Podravkës. Të pranishmit në këtë iftar, minatorët, zjarfiksit, punëtorët e shëndetësisë, punëtorët e trafikut urban, shprehën mirënjohjen dhe falënderimin e tyre për organizimin e kësaj mbrëmjeje të veçantë, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve që forcojnë lidhjet mes njerëzve. Unë jam Gani Osmani, jam në profesion minator i minjerës Treqa. Punoj minjerë që 45 vite, do në një pjesëmarrës i grevave, protestave, gjitha i këmë përjetu. Edhe jemi orë me 25 shokë, në ka ftu, me morë 25 minatorë. Këtu jënë këta gjenerata ka dhe 3 dhe 10 për gjitha profilë. Mas pori falenderoj këta organizatorë, që kanë organizuar në kanë bërë bashkë njëve minatorëve dhe gjitha kategorinë të kulturëve, na jep shumë derume dhe të respektojmë që na kanë derume dhe na kanë respektuar. Faleminderit për pritjen, faleminderit për iftarin, gjithçka ka mirë, jam Habibe Rusinosi, jam këndëntere, faleminderit për stafit, trafikut urban, dhe faleminderit edhe për Podravkës. Produktet e Podravkës i konsumoj thuajse çdo ditë, janë pjesë e kuzhinës time patjetër, në veçantë supat, po edhe gjitha produkte tjera. Unë qumë Abdusan në Shkodër, zavës komandant i brigadës profesionale të zjarfiksit Prishtinës. Do të punoj në brigadën e profesionale të zjarfiksit nga viti 2003. E falenderoj kompaninë Podravka, e cila jo vetëm në këtë iftar, po nësa dhjë ka që 2 vite që organizon iftar dhe nafton. Është do të për të falenderu, respekt për ta. Podravka vazhdon të dëshmoj për kushtimin e saj për të qenë gjithmonë pranë konsumatorëve. Jo vetëm përmes produkteve cilësore që ofron çdo ditë, por edhe përmes iniciativave që forcojnë lidhjen me komunitetin. Gjithë këta musafirë tonë janë edhe konsumatorët Podravkës, sepse Podravka ka produktet shumë cilësore, si të ana e produkteve të supave, pastaj vegetave, është pjesa e tunës dhe evës, pra thjesht na arrit me produktet e Podravkës, edhe thjesht kjo është një lloj përkraje, po edhe një lloj prezantimi i gjithë gamës së Podravkës.
Dhe si çdo tryezë Ramazanit që përmbyllet me një shije të ëmbël, edhe kjo mbrëmje u përmbyll me dezert, duke e lënë pas një atmosferë të ngrohtë, miqësie dhe falënderime.